Leonida, të përshëndes, ka përfunduar procesi i numërimit të votave edhe në qarkun e Durrësit, votat preferenciale, si janë rezultatet? Përshëndetje Kasandra, në orët e para të mëngjesit të sotëm ka përfunduar edhe procesi i numërimit për votat preferenciale këtu në qarkun e Durrësit, ku 4 vendet vakante në Parlamentin e Shqipërisë u plotësuan pikërisht me përfundimin e këtij procesi. 3 vende i takojnë Partisë Socialiste dhe 1 mandat i takon koalicionit Shqipëria Madhështore, ku socialistët në 3 mandatet e tyre kanë arritur që të shkojnë në Parlament Arkend Balla, Ani Durmishi dhe Etleva Budini, ndërsa në krahun tjetër, në krahun demokrat, është pikërisht ish prokurori Arjan Doja, i cili ka siguruar mandatin e vetëm të demokratëve për të shkuar në Parlamentin e Shqipërisë në përfundim të këtyre zgjedhjeve parlamentare. Gjithsesi ka qenë një proces i qetë në qytetin e Durrësit, qoftë procesi i votimit, qoftë procesi i numërimit, nuk ka patur incidente, le të themi, të cilat mund të ndikonin në këtë proces. Ka qenë, le të themi, në një farë mënyre incidente të vogla teknike të cilat janë rikuperuar dhe nuk kanë ndikuar absolutisht fare, qoftë në procesin e votimit apo edhe atë të numërimit. Numërimi i votave të kandidatëve, pra votave preferenciale, ka përfunduar në një pashorari, le të themi, të kënaqshme, megjithëse ishte një proces disi i vështirë, pasi do të numëroheshin një nga një të gjitha subjektet politike për të nxjerrë numrin e votave të kandidatëve, dhe ky proces kërkonte edhe kohën e tij të nevojshme, qoftë edhe për certifikimin e çdo kutie votimi. Në një farë mënyre, le të themi, ky proces nisi dhe përfundoi në mënyrën më të mirë të mundshme këtu në qytetin e Durrësit, sikur ka ndodhur edhe në zgjedhjet e mëparshme. Pra Durrësi në një farë mënyre ka treguar edhe një herë tjetër atë qytetarinë që karakterizon prej vitesh. Të falenderoj, Leonida, për raportimin e drejtë për drejtë.